LDK-s dhe kundërta të LDK-s kërkëshive të vendosjes. Pse mendoni që lufta një farforme për vota po shumë e theksuar mes këtyre dy partive? Edhe ka fundi fushate se kemi pas një përballje më shumë LDK lëvizjave të vendosje, do thonë aktorë të caktuar të dy subjekteve kanë akuzuar njëri tjetrin. Ishte këtu çështja e dekonspirimit të atyre subvencioneve që Ministri PCI ju dha atyre familjarët vetë, mandej ajo pasi një përballje direkte në mes të kandidatëve për deputet nga LDK dhe lëvizjave të vendosje, dhe mandej edhe ky trend vazhdoi edhe pas zgjedhjeve. Më thonë, në anë tjetër e shohim një PDK cila ka qenë shumë e heshtur, çuditërisht e heshtur edhe në Komisionin Qendror Zgjedhor, edhe gjitha proceset, edhe asnjë moment, asnjë rast nuk i ka jap lëvizjeve të vendosje që të konfrontohet me të. Do thotë edhe atëherë kur gjithë kanë prit një reagim nga përfaqësuesit e PDK-s, se kemi pas një heshtje nga ta. Do thotë ka pas duket e të pamundshme lëvizjeve të vendosje që të konfrontohet me PDK-n për shkak që nuk në asnjë moment nuk i ka dalë përballë. Çfarë mendoni që ka ndodhur një gjë e tillë? Një lloj ikje sipas jush. Është e pashpjegueshme, ndoshta për shkak të një narracioni që është ndërtuar kohë gjatë, një viktimizim që lëvizjave të vendosje vazhdimisht e ka pas, një akuzë drejt për drejt ndaj PDK-s, qoftë për korrupsion, qoftë për ndikim në punësime, qoftë për kërcënime ndryshme, për gjitha ato që vazhdimisht i kanë proklamuar dhe janë viktimizuar. Kësaj herë duket si modeli që zoti Hamza e zgjodhi për të bërë fushat ishte një paqe totale, do të thonë një refuzim për të u përballur qoftë me akuza, mos mi kthy përgjigje fare, dhe kjo po duket që derisa nuk e kemi një epilog të këtyre zgjedhjeve, duket se qëndrimi i zotit Hamza për të mos u konfrontuar fare është ka respektuar edhe nga struktura tjera të PDK-s. Përndryshe nuk ka arsye tjetër. Zotëria Shari, nëse veç vazhdojt me një ritëm të tillë të ankesave dhe kërkesave për rinumërim të votave në qendrat ndryshme, sa mendoni që do vonohet krijimi i institucioneve në vend? Dashafatet ligjore flasin prej momentit kur certifikohen zgjedhjet. Domethënë fillon të rrjedha e afati kushtetues për themelimin e institucioneve, këtë rast kuvendit e pastaj edhe qeverisë. Po nga sa unë jam informuar, kanë qenë dikon 6 ankesa cilat janë bë brenda afatit, disa prej tyneve që janë rrëzuar sot gjatë ditës, është po që janë marrë vendime, domethënë për hudhjen e tyne, në mesin e tyne ishte edhe kjo për votat e diasporës. Mendoj që nuk do të zgjas shumë, që mund zgjas ndoshta një javë, jo më shumë, kur do të marrin epilog gjitha ankesat që janë trajtuar. Për ashtu këtu mundësi nëse ndonjëra prej ankesave i drejtohet edhe Gjykatës Supreme për trajtim, edhe pse nuk ka asnjë bazë, nuk janë faktuar ato ankesa, dhe PZAP ka kryer një punë të mirë. Po besoj mbrana javë dhe dite nuk do të mund ta shtyjnë me tutje dhe do të hapet rruga mbase për formimin e do të certifikohen, pastaj fillon afati kushtetues. Atëherë, kush mendoni se do e formoj qeverinë, marrë parasysh që asnjëra prej partive tashmë dihet nuk e ka pra përqindjen e mjaftueshme për ta bërë një gjë të tillë vetëm? Ajo që unë shoh një janë skenaret më të çndrueshme. E shoh një hezitim të gjitha subjekte politike për të marrë përgjegjësinë këtë fazë, me këta numra, me këtë përbëmje që ka dalë nga këto zgjedhje. Do thotë po, rendi kushtetues e don, rendi ligjor e don që lëvizjave